Një ekspozitë unike me materiale të ralla nga periudha e krijimit të krahinës autonome të Korçës është çelur nga Shoqata e Koleksionistëve të Korçës në bashkëpunim me Shoqatën e Koleksionistëve të Shqipërisë dhe të mbështetur nga RTS Korça. Koleksionisti Mirgen Shambulli flet për foto historike dhe dokumenta të kohës, por edhe pulla postare të kësaj periudhe. Është një ekspozitë fotografike, filatelike, pullat e taksës, materiale të ndryshme dokumentare, të cilat tregojnë ngjarjet e asaj kohe, domethënë 109 vjet më parë. Fillojmë me çetat, konsolidimin e çetave dhe me shpalljen e krahinës nga Themistokli Gërmej, ose nga paria e Korçës, domethënë nën protektoratin e Francës. Julian Demeti, kryetari i Shoqatës së Koleksionistëve të Shqipërisë, ka sjellë një koleksion të rrallë me kartmonedha të kohës së krahinës autonome të Korçës, duke e prezantuar për publikun korçar. Unë kam sjellë një frame, pra një kornizë me kartmonedha të qeverisë së krahinës së Korçës, krahinës autonome të Korçës, një seri, disa nga serit, ku janë kartmonedhat e Shqipërisë vetë qeveritare, më pas të Korçës, të qarkut të Korçës në 18-ën. Janë ndërto ka dhe rallësi, të cilat janë disa prova të serive të kartmonedhave të krahinës autonome të Korçës. Ekspozita ka pasqyruar një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë së qytetit, në një atmosferë të mbushur me histori, kuriozitet dhe emocion, ndërsa vizitorët pan nga afër dëshmi të një periudhe që ka lënë gjurmë të thella në identitetin korçar.